ti me majtë mësim gjuhën tëne, të ki infrastrukturën për shtetis lejon, për shkak kvotës e ka vendos kvotë, dhe kjo është diskriminim dhe shkelje të drejtave të njerit. Po flasim për dy gjona të ndryshme. Vleni që ka fitu në Macedoni, ka mi zirë këtë problemet të arsim. Me ironia, nëse kjo miku jotë që ka zhjetë për 20 vjetë, ko gja problem që edhe Vleni me ti zhjetë tash, s'kom në i farë për shmërje. Tash të veç me a gju Vleni që ka fitu e shkojnë ty për këtyre në bëndë tati. Fatime, realitet ju ndryshe, nuk ka avancim të drejtave shqiptare, po ka këthim mbrapa. E për këta fajtore Vleni, pa dyshim. Nëse mune me fajtuar Jametin, që s'ka vujt me zhvillu të drejtave. Rodë një fush tjetër, ku në po të zonë. Oke, që pjallosh puna du. Po e rëndësishme është që aty s'ka pas ndër vite se të pa asimilojnë shqiptarët për shkak mungesës shkollave në Shqipe. Është problem shqiptar. Zonën e Veleshit, për shembull, ka pasur protestat të prindërve Macedon, kanë janë munduar që t'i ndalin paralelet në gjuhën shqipe në mënyrë fizike.